Moti i keq me rreshje intensive shiu ka shkaktuar probleme në fshatin Valer rreth 5 km larg Gjirokastrës. Dy banesa këtu në fshatin Valare rreth 5 km në lindje të qytetit Gjirokastrës janë përmbytur si pasojë e rreshjeve të shumta që kanë pushtuar qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat e saj përgjatë 24 orëve të fundit. Familjet e prekura thonë se moti i keq u ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ka ardhur lumi këthe na lumi, bllokoi urën edhe ja hipi përsipër. Ora shi më shumë tani, bllokoi prapë. Mbytë. Koma ku do mbytemi? Rruga është. Po jo të bëjmë shiu, po shiu ka njerëz, ka të bllokojë të pa njerë, 2 herë, 3 herë. Kreu i komunës së Lundëri ka premtuar mbështetje financiare për banorët e prekur. Ne do të marrim masa, do të ngrem grupin e punës për të vlerësuar dëmet materiale të këtyre familjeve, do të bëjmë pastrimin e tombinove dhe do të normalizojmë gjendjen sa më shpejt. Ndërkohë kreu i emergjencave civile thotë se përmbytja e banesave erdhi si pasojë e bllokimit të rrjetit të ujërave të bardha. Mosmarrja e masave e shkarkuesve të ujërave. Dhe më konkretisht me qenë Valare, kjo që ka ndodhur këtu është thjesht si rezultati pa kujdesisë në mbajtjen nga dëshmëritë të shkarkuesve të ujërave. Mësohet se nuk ka njerëz të dëmtuar, por vetëm dëme materiale, ndërkohë që në aksin Subash Tepelen, vendi quajtur Shkalla e Zezë, ka rrëshqitje të konsiderueshme dherash.